Korrupsioni nuk tolerohet. As në rastet mëdha, po as në ato të vogla. Për 140 institucione, kemi 125 institucione të cilat kanë planet të integritetit. Nuk besojmë që ka mekanizëm më të rëndësishëm se sinjalizimi, duke përfshirë sinjalizimin e brendshëm që është një mekanizëm brenda institucioneve apo sinjalizimin jashtëm në agjenci, por edhe sinjalizimin publik i cili bëhet qoftë përmes paramediave, po ashtu edhe përmes organizatave të shoqërisë civile. Për këtë javë, kisha dashur një herë të them që nuk është vetëm organizuar një seri panelesh, por është një angazhim dhe një deklarim i qartë i agjencisë, po besoj edhe i publikut, se integriteti nuk është opsional. Nuk është opsion që punojmë me diktet, është detyrë jona. Ne si agjenci do të vazhdojmë që të jemi të panshëm, të vendosur dhe profesional në secilin vendim tonin. Ne do të vazhdojmë që të insistojmë në përgjegjësi të zyrtarëve publik, në transparencë dhe një kulturë ku korrupsioni nuk tolerohet. As në rastet mëdha, po as në ato të vogla, sepse rastet e vogla çojnë ato të mëdha. Por agjencia nuk mund të kryejë këtë punë vetë nëse nuk bashkëpunon me gjithë ju. Sot e kemi një rezultat, ku do të thonë për gjitha institucioneve, për 140 institucione, kemi 125 institucione të cilat kanë planet të integritetit. Po kjo çështje mund të ngrihet më shumë. Shpresojmë tardhën që çështja e indeksit të integritetit në komuna zgjerohet horizontalisht dhe t'i afekton gjitha institucionet publike, për arsye se aty tani e shohim cilësinë e raporteve publike. Sfida e parë është në vlerësimin e rreziqeve reale, kjo nuk vlen për gjitha institucionet. Në vlerësimin e rreziqeve reale, sidomos në prokurim dhe burimin njerëzore, është mungesa e dhënave, që e bën vlerësimin e rrezikut më shumë perceptiv se sa analizë, çësia formale, fatkeqësisht kjo është më shumë te disa komuna, janë shkuar me një shabllon edhe pas monitorimit tonë kemi pasur është një vlerësimi formal jo përmbajtësor, po me rekomandimet tona, do të thonë, momentin kur u bë raportimi për për periudhën e parë, ato i kanë përditësuar. Fushat me rrezik lartë është vazhdon me qenë fatkeqësisht mbi bazën e analizave tona për prokurimin publik, burimet njerëzore, menaxhimi i aseteve publike dhe institucionet si kanë leje, si japin leje dhe licenca. Si shumë çka në këtë vend me strategji, me rregullore, shpesh ato mbesin si dokumente formale për mungesa të ndryshme, njëra prej tyre janë zakonisht burimet njerëzore, që lidhen edhe me burimet financiare, për shkak se zyrtarët të cilët janë përgjegjës për monitorim apo mbikëqyrje të këtyre proceseve nuk stimulohen mjaftueshëm ose nuk kanë përgatitje të mjaftueshme në këtë fushë. Gjithashtu edhe mendoj që këto burimet qoftë njerëzore, qoftë financiare, i bëjnë që shpeshherë këto plane mbesin kështu checkbox që mbetën duhet më raportu.